Ish kryeministri i Shqipërisë dhe themeluesi i Partisë Socialiste Fatos Nano vdiq të premte në moshën 73 vjeçare. Nano ndodhej prej disa ditësh në gjendje të rëndë shëndetësore pasi u shtrua prej 8 tetorit në një spital privat në Tiranë për shkak të problemeve me mushkrit. Presidenti Begaj vlerësoi rolin e liderit socialist Fatos Nano përgjatë tranzicionit të vendit si dhe politikat reformiste e liberale që ai ndoqi përgjatë aktivizmit në politikën shqiptare. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi e cilsoi atë si një nga figurat më të rëndësishme të tranzicionit politik shqiptar. Ndërkaq, pasardhësi i tij në PSD, kryeministri aktual i vendit Edi Rama në një postim në Facebook i dha lamtumirë Nanos. Në Kosovë, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, dërgoi telegram ngushëllimi për familjen e Nanos. Ndërkaq në Maqedoni, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, e ka kujtuar Nanon si mik të vjetër dhe bashkëpunëtor në periudha sfidash të mëdha politike. Fatos Nano ka qenë një nga figurat më të rëndësishme të tranzicionit politik në Shqipëri, duke themeluar dhe drejtuar Partinë Socialiste nga viti 1991 deri në vitin 2005, periudhë gjatë së cilës ka mbajtur edhe detyrën e kryeministrit.